Përzieni qumësht me mjalt dhe shikoni çfarë ndodh me flokët tuaj. Flokët dëmtohen për shkaqe të ndryshme, por më të zakonshmet janë papastërtitë, dielli dhe lyerjet e shpeshta. Kjo e fundit është vërtet një problem serioz që i çon flokët në gjendje gati të vdekur pa jetë dhe pa shkëlqim. Një maskë natyrale në kushte shtëpie u kthen flokëve shkëlqimin dhe i bën ata të shëndetshëm pa asnjë kosto. Përbërësit janë gjysmë gotë qumësht, një lugë mjalt, një banane e pjekur mirë, 5 deri në 6 pika vaj bajame. Qumshtin vendose për pak minuta në zjarr të ngadalt për ta ngrohur aq sa të tretet mjalti. Pasi ta kesh hequr nga zjarri, shto bananen e shtypur dhe më pas vajin e bajames. Vendoseni maskën e përgatitur në flokë dhe masazhoni rrënjët me gishta dhe pastaj pjesën tjetër të flokëve. Të gjithë masën lëreni të veprojë për 20 deri në 30 minuta dhe në fund lajini flokët me shampon e zakonshme.